Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar kolegë dhe partner, është një kënaqësi që sot jemi të gjithë së bashku në konferencën mbarkombëtare farmaceutike që këtë vit përkon edhe me 20 vjetorin e krijimit të urdhrit të farmacistëve të Shqipërisë. Dua gjithashtu të shpreh një falënderim të veçantë për presidentin e urdhrit të farmacistëve, zotin Dëfrim Goma, si dhe për të gjithë stafin e tij për bashkëpunim dhe kontribut. Ky përvjetor është një mundësi shumë e mirë për të vlerësuar rrugën e bërë deri më sot, por dhe për të parë me realizëm sfidat që kemi përpara. Sektori farmaceutik është një nga shtyllat kryesore të sistemit shëndetësor. Për këtë arsye, forcimi i tij mbetet një prioritet kombëtar me një objektiv të qartë, garantimin e aksesit të qëndrueshëm të qytetarëve në barna cilësore, të sigurta dhe efektive. Së fundmi, kemi ndërmarrë hapa konkret në drejtim të reformimit dhe modernizimit të sistemit farmaceutik, me synimin për të kaluar drejt një modeli më transparent, më efikas dhe më të digitalizuar. Ky proces është thelbësor për të rritur besimin, për të përmirësuar shërbimin dhe për të garantuar funksionimin më të qëndrueshëm të tregut. Një nga prioritetet tona është përmirësimi i aksesit në barna inovative, duke synuar jo vetëm futjen e tyre në treg, por dhe shkurtimin e kohës së aksesit për pacientët, në përputhje sigurisht me praktikat më të mira europiane. Në të njëjtën kohë, jemi të vetëdijshëm që sistemi kërkon politika të balancuara midis aksesit, çmimeve të përballueshme dhe qëndrueshmërisë së tregut farmaceutik. Kjo kërkon vendimmarrje të kujdesshme dhe bashkëpunim të vazhdueshëm me të gjithë aktorët. Në këtë drejtim, dialogu i hapur me industrinë farmaceutike, profesionistët e fushës dhe të gjithë përfaqësuesit e sistemit mbetet thelbësor për ndërtimin e politikave efektive dhe afatgjata. I rëndësishëm mbetet edhe bashkëpunimi rajonal dhe ndërkombëtar. Sfida si mungesa e barnave apo zinxhiri i furnizimit kërkojnë koordinim të ngushtë dhe qasje të përbashkët, sidomos për tregjet e vogla siç është Shqipëria. Kemi patur ndryshime konkrete, të prekshme në këtë drejtim. Para 2 javësh është miratuar vendimi i ri i Këshillit të Ministrave për çmimin e barnave. Synimi është i qartë për të patur një metodik më realiste dhe më të përshtatur me dinamikat e tregut dhe vështirësitë që hasin kompanitë farmaceutike. Qëllimi është ndërtimi i një sistemi më të qëndrueshëm dhe më të parashikueshëm në interes të pacientëve, ashtu dhe të aktorëve të tregut. Në qendër të çdo reforme dhe çdo vendimmarrje mbetet pacienti. Objektivi ynë është që të garantojmë barazi në akses dhe përmbushim sa më mirë nevojat terapeutike të çdo qytetare. Në këtë kontekst, roli i farmacistit është gjithnjë e më i rëndësishëm. Ju nuk jeni thjesht një hallk e shpërndarjes së barnave, por një profesionist kyç në kujdesin ndaj pacientit dhe në përdorimin e sigurt dhe racional të barnave. Së dyti, po punojmë për rishikimin tërësor të legjislacionit për barnat në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian, si një hap i rëndësishëm ky për rritjen e standardeve dhe forcimin e sigurisë në treg. Të nderuar pjesëmarrës, kjo konferencë është një mundësi shumë e mirë për të shkëmbyer mendime, për të ndarë përvoja dhe për të ndërtuar bashkëpunime konkrete për të ardhmen e sektorit farmaceutik në vendin tonë dhe më gjerë. Ju falenderoj për ftesën dhe kontributin tuaj dhe ju uroj punime të mbara të konferencës që është speciale, pasi është 20 vjetori i urdhrit të farmacistëve të Shqipërisë. Faleminderit.